Kryeministri Edi Rama inspektoi sot kantierin e ndërtimit Lungomare 4, një projekt që do t'i bashkohet asaj ekzistuese, duke u bërë një ndër lungomaret më të gjata në rajon. I shoqëruar nga kryebashkiakja Brunilda Mersini dhe drejtuesi i qarkut të Vlorës Bledi Çuçi, Rama bëri një inspektim të gjithë punimeve, një lungomare rreth 500 metra e gjatë me një shëtitore prej 7 metrash dhe korsi biçikletash 2 metra. Ky projekt pritet të finalizohet më 15 maj, për të qenë gati për të pritur turistët në sezonin turistik 2026. Nëntokësore, punimet e betonit, sistemet e vaditës, sistemi ndriçimit vjen mbasa. Synimi është që deri në 15 maj kjo pjesë e shëtitores të jetë mbyllur dhe sistemuar, në mënyrë që për sezonin turistik të jetë e gatshme për të shfrytzuar nga qytetarët e Vlorës dhe nga turistët gjithashtu. Kjo si thosh është dhe një fazë 4 po themi, por është faza e parë e kësaj pjese të shëtitores, që do vazhdoj dhe në vijim, duke bërë praktikisht gjithë lungomaren që lidhur dhe me pjesën tjetër, nga lungomare për të mba në rajon. Kjo të shpjetaj për fazaj që ka në do të një dhe reja? Po, nga Lora Marin vazhdojnë zhvillimet e reja. Sa gjatë shkon për segment për momentin? 500 metra, 500 metra linear. Po këtu do jetë në shkallë, si dhe? Në shkallare, një shkallare që mund të shfrytëzohet jo vetëm gjatë orëve të paraditës që është pjesë e plazhit, por edhe gjatë orëve të mbasdites dhe darkave, duke u kthyer praktikisht edhe në një dysë amfiteatri ose për qytetarë që të pushojnë, shijojnë terminimin e diellit. Pista duhet me asfalt kuq. Po kjo ka që ashpër do të jetë? Jo, ka dhe qëtës betoni është ajo ati. Është pjesa e fundit që ka një përbërje tjetër, ka disa preparat e tjera kimike që e bëjnë të durueshme ndaj ngryrjes ndaj kriptës. Jo, ajo ati është dhe një lloj betoni që duron edhe kuqet atmosferike, pjesën e ajrit me kriptë. Kjo është asfalti kuq, po. Për biçikleta, për karroca, për ratistë. Mjaftu shumë e gjerë, 2 metra e gjerë. Pemët janë aty praktikisht. Po. Në pasaj mund tjetë. Pasë të duhet edhe keqë. Do është të shkryrë edhe një. Nise këtë të duhet në kantire dhe një. Kur të do mbargimi? Kemi rritë kontratën, ishtë të zbardhim lere dhe çështje funditësh. Sa vënde gati? 250 pas të parkimi. Të dreqeshi? Jo, këtu të universiteti, po. Ndërkohë që po mbyllin procedurën dhe për parkimin tjetër në Lungomare. Praktikisht janë dy parkime të fuqishme për pjesën e Vlorës dhe për pjesën e akomodimit të flukseve turistike. Lungomare dhe një katë për në të? Një katë, edhe kjo një katë është. Se janë shumë afër detit dhe gjithmonë kjo frika se sipërfaqja ishte e madhe, por zgjidhja që gjetën projektuesit, ju e dini që munduan të ruani një pjesë të pemëve, pjesën e pemëve kryesore dhe gjetë një zgjidhje që dhe ruajnë pemët edhe shkojnë për pemët që do mbillen, mos jetë thjesht pemë pastaj mbi parkim, po të jenë pemë që shkojnë deri në tokë, që ka redukuar pak sipërfaqe, por nga ana tjetër se zgjidhja nuk është thjesht parkim, është parkimi dhe një park i ri dhe një shesh i ri përpara universitetit. Kanë të dyja të kombinuara. Para projekte në shëndullë. Kjo Lungomare do ndërmojnë shumë. Megjithatë duhet të identifikojmë vende tjera për parkime. Duhet bërë një gjë komplet për parkime.